Në Teart sot është mbajtur kampanja lokale për ngritjen e vetdijes për ndryshimet klimatike si dhe ndikimi i tyre te qytetarët. Kampanjën e implementon projekti USAID-it për përpilim të strategjive për ndryshimet klimatike dhe është e planifikuar të ketë karakter edukativ për termin ndryshime klimatike. Në kuadër të këtij eventi është prezantuar metoda e agjendës së gjelbër si metodë participative për krijim dhe implementim të strategjisë lokale dhe planeve aksionale në fushat e ndryshme, ku do të implementohet i tërë procesi. Kreu i komunës së Teartës Isen Hasani tha se në kuadër të kampanjës qytetarët do të kenë mundësi të shohin se çka ndodh me ndryshimet klimatike, si dhe me keqpërdorimin e ujit se sa ujë harxhohet nëse nuk bëjmë kujdes në anvisritë tona. Qëllimi i kësaj kampanje është që të ngritet vetdia të gjithë qytetarët e komunës së Teartës dhe më gjerë lidhur me ndryshimet klimatike që janë duke ndodhur në hapësirën tonë. Kështu që komuna e Teartës është duke vazhduar me projektet në bashkëpunim me Mileu Kontaktin, USAID-in Amerikan dhe kofinansim poshtu nga komunat që kemi realizuar projektin e parë, në fazën e parë, që kishte të bënte me ndryshimet klimatike gjithësisht me energjinë efikase. Dhe në këtë kontekst janë rezultatet më së evidente, pasi që krahasimet që kemi bërë, kemi benefite nga ndryshimi publik lidhur me kursimin e energjisë elektrike. Metin Muharemi nga organizata CET tha se benefitet nga ky projekt do t'i shohin vetë qytetarët. Si benefite më kryesore është se spari njerëzit dhe qytetarët fillojnë t'i kuptojnë dhe ta kuptojnë termin se çfarë është ndryshimi klimatik, mandej fillojnë të kursojnë pra në vendet e tyre, pra në familjet, mandej me radhë pra në objektet ku ata punojnë, në anvisri, pra pikërisht e kemi problemin me ujin, pra këtu fillojnë ata të vetëdijsojnë për bukuritë e pasuritë të cilët i ka mali shar, kursimin e ujit, kursimin e energjisë elektrike, dhe gjithë kjo pra sot promovohet përmes një kampanje e cila realizohet pikërisht nga Mileu Kontakt me mbështetje të USAID-it dhe organizatës lokale Qendra për Edukim dhe Zhvillim C. Darko Aleksovski nga Millennium Contact tha se në kuadër të projektit të USAID-it parashihet që qytetarët të njihen me ndryshimet klimatike dhe se ata janë të vetëdijshëm për problemet që shfaqen në këta ndryshime.